Po shërbimet amerikane njoftuan mediat pranë tyre, unë I di kush janë, nuk mund t'i them të gjitha, mediat e shërbimeve amerikane njoftuan se më 28 shkurtin e 2025-s, Bibi Netanyahu e ka marrë në telefon Donald Trumpin dhe I ka thënë, ne jemi të informuar, më 27 shkurt më falni. Se mëngjesin 28 shkurtit ka nis bombardim. Më 27 shkurt, nuk po e thot Kreshniku, se do na sulmojnë ke komentet e YouTube-it, do të na thonë, ku I di ky të gjitha këto? Po e thonë ata. Unë I referohem mediave amerikane, të cilat janë pranë shërbimeve amerikane. Më 27 shkurt të 2025-s, Benjamin Netanyahu ka marrë në telefon Trumpin dhe I ka thënë Mosadi Izraelit ka informacione që nesër bëhet mbledhja e Khameneit, nuk ke rast më të mirë për t'i bombarduar nesër. Dhe Trump shkoi në luftë, bombardoi me një të goditur, sepse ishin spionët brenda. Eliminoi Khamenein, por nuk ndolli skenari I Venezuelës, sepse Khamenei kishte përgatit vdekjen e tij përpara se të largohej dhe kishte vendosur se si do të vazhdonte drejtimi. Ndaj drejtimi vazhdon sot në pushtetin e absolut dhe në dirigjimin e Ali Larijanit, që e la me gojë Khamenei përpara se të largohej dhe vazhdon pushtetin nga djali I tij Mojtaba Khamenei, I cili mendohet që është plagosur dhe ka shpëtuar dhe është dëmtuar rënd, por është ende gjallë dhe që do të jetë në një linjë më radikale se sa babai I tij. Zoti Osmani, a ishte strategji e dur e Iranit që duke mos pasur mundësi që të kundërpërgjigjej mjaftueshëm ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit, filloi të sulmonte fqinjet për ta bërë lindjen e mesme të pasigurt dhe t'i bënte presion Shtetit Bashkuar të Amerikës? Strategjia e Iranit ishte luajtja me kartën e fundit. Irani nuk kishte më asgjë për të humbur dhe iranianët u thanë amerikanëve, o do jetojmë të gjithë në paqë, arab edhe pers, ose do ta hedh në erë të gjithë rajonin, po vdiqa unë. Pra, loja e shkatërimit masiv. Irani I goditi dhe është I patolerueshëm goditja e Iranit dhe bombardimi I Iranit ndaj Arabisë Saudite, ndaj Katarit, ndaj Omanit, që ka qenë dera më e sigurt, ndërmjetësi më I sigurt, më kredibël. Bujarisht është hap dera e Omanit për të gjitha negociatat dhe bisedimet iranianëve me amerikanët dhe me izraelitët në mënyrë indirekte. Katari ka bërë një punë madhështore në këtë drejtim, në drejtimin e krijimit të gjitha mundësive të mundshme për të shkuar dhe për të gjetur një derë që të eliminojmë luftën. E megjithatë u godit edhe Katari, edhe Arabia Saudite. Arabia Saudite ka qenë në afrimitet të pazakont me Iranin ditët e fundit. Shkoi goditi Aramkon, shkoi goditi rafinerit, shkoi goditi ambasadat. Cila ishte strategjia e Iranit? Doli më pas presidenti Pezeshkian dhe tha, ju kërkojmë ndjes, por ne jemi të detyruar që të mbrojmë vendin ton, sepse bazat amerikane po na godasin nga toka juaj. Në fakt ata nuk goditën vetëm bazat amerikane, goditën civilët, goditën Emiratet Arabe, goditën Bahreinin, goditën Dubain, Abu Dhabin, aeroportin e kështu me radhë. Cila ishte strategjia e iranianëve? Strategjia e iranianëve ishte le të humbasim për pak momente fqinjet tanë arab me të cilët duhet të kemi komshillëk të mirë, pavarësisht se ata janë alat strategjik të Amerikës, do t'i godasim miqtë tanë në mënyrë që të krijojmë dy impulse të fuqishme të ekuilibrit gjeopolitik rajonal. Duke I goditur Irani, Arabinë Saudite, Kuvajtin, Katarin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin dhe Omanin, ata gjuajnë shumë zogj me një gur. Një, detyrojnë arabët që të bëjnë presion masiv ndaj amerikanëve, se në rast se Amerika do të godas Iranin nga tokat e tyre, ata do të paguajnë faturën për luftën e Izraelit. Lufta është e Izraelit, nuk është arabëve. E dyta, që është shumë e rëndësishme, arabët kanë shpëtuar tashmë, nuk besojnë më ke historia që e gogolit iranian.
Arabët janë bërë më të mençur. Arabët dhe turqit e kanë kuptuar që strategjia e gogolit iranian nuk funksionon më. Nuk ka më gogol iranian, din vetë ata të merren vesh me Iranin tashmë. Dhe strategjia e Iranit ishte ose bëjni presion amerikanëve që të ndalin luftën, ose do të shkatërrohemi të gjithë. Arabët po luajnë me kujdes dhe janë në pozicion shumë të vështirë, sepse nuk heqin dorë nga Amerika, dhe Amerika nuk heq dorë prej tyre, sepse Arabët do të thotë petrodollari, marrëveshja e 72-shit, kur nafta u lidh me dollarin, dollari u lidh me naftën. Amerikanët morën vendimin që dollari të shkëputet nga floriri dhe të lidhet me naftën. Shkatrimi, goditja e infrastrukturës naftës, e Aramcos, e burimeve të naftës në gjirin persik, është shkatrim për vetë Amerikën. Është si të gjuash te këmba jote me pistolet. Është vetvrasje. Irani i përdori këto dy karta për të bërë pikërisht këtë presion. 1. Ne jemi miq me vendet arabe dhe duam të jetojmë. 2. Për të destabilizuar marrëdhënien strategjike ndërmjet arabëve dhe SBA-ve, sepse arabët nisën t'i thonë amerikanëve ne kemi ngelur zbuluar, kush do t'i mbrojë tokat tona. Amerikanët nuk kishin më patriot dhe THAAD dhe sistemet radarëve shumë u goditën. Shkuan t'i marrin Korenë e Jugut, shkuan t'i marrin Japoni. Emiratet e Bashkuara Arabe e blen sistemin THAAD dhe Patriot nga Giorgia Meloni, nga 1.2 miliard, u ashiti Giorgia Meloni për 2.7 miliard, atë që bënte 1.2 miliard, sepse i tha jemi në kohëra lufte, do të paguani më shumë. Dhe strategjia e Iranit ishte pikërisht kjo, të merrte, të godiste stabilitetin e aleancës ndërmjet arabëve dhe Amerikës, 1, duke i thënë atyre ose bëni presion ta mbyllim luftën ose do digjemi të gjithë, dhe 2, për t'i treguar arabëve që amerikanët mund t'ju lënë zbuluar në momentet tuaja më të vështira, dhe ja ku nuk po ju përgjigjen tani që ju jeni në rrezik. Kjo lloj dyshe i bëri arabët që tregohen shumë të matur dhe shumë të kujdesshëm, qoftë në reagim me aleatët e tyre strategjik amerikan, por qoftë edhe në reagim me Teheranin zyrtar. Por të gjithë bashkë tashmë kanë kuptuar një lojë, që kanë një target të përbashkët. Benjamin Netanyahu, që donte t'i gëlltisë të gjithë, me planin për Izraelin e madh dhe Izraelin biblik. Plan i cili ka hedhur në luftë dhe ka hedhur në erë ekuilibrat gjeopolitik lindjes mesme dhe përrjedhoi rrezikon të hedhë në erë të gjithë botën dhe ta çojë atë në fazën e tretë të rrezikshme të luftës botërore, që është përpallja direkte mes Amerikës, Kinës dhe Rusisë. Si e shikoni fundin e kësaj lufte dhe a do jetë një luftë që do zgjas në kohë apo besoj që mund të mbyllet së shpejti? Kemi 2 skenar. Skenari i parë që presidenti Donald Trump të dalë pak nga pak dhe të thotë ne i kryem objektivat tona në Iran, e shpartalluam Iranin, e vram liderin, shkatruam flotën, shkatruam fabrikat e raketave balestike, e kthemi kthyer Iranin në epokën e gurit, kthehet në triumf në Washington dhe shkon drejt zgjedhjeve të midtermit në nëntor. Duke e shitur si fitore çfarë ka ndodhur deri tani dhe të shkojmë në një fazë tjetër të sanksioneve të ashpra ndaj regjimit të Iranit dhe në një përplasje me milicit shiite në rajon. Ky është opsioni i parë. Opsioni i dytë, që është më pak i mundshëm, por që nuk është i pamundur, është eskalimi dhe rrafshimi dhe goditja me armë strategjike të Iranit për të detyruar me çdo çmim rrëzimin e regjimit të Iranit. Unë e përjashtoj këtë si mundësi, sepse prapa Iranit është edhe Kina, edhe Rusia, dhe ata janë shumë të lumtur që Amerika të ketë një hemoragji në tokën e Iranit. Ndaj, Amerika po e kupton kurthin që është ngritur në luftën ndaj Iranit. A do të tërhiqet Trump apo jo? Kjo varet nga llogaritë që i bën ai, 1 me lobin izraelit, 2 në marrëdhëniet e drejtë për drejta me Netanyahun, dhe 3, a do të vendosë ai ta bëj American great again apo do të bëj Izraelin great again? Ky është një vendim që e merr presidenti Donald Trump.